Mirë se erdhët, është pjesa e tretë e Vila 24 për ditën e sotme. Do doja në fakt vëmendjen e meshkujve, sepse së bashku me dietologën tonë Rolina Naço do t'japim këshilla dhe do të marrim pyetje nga shqetësimet që kanë në përgjithësi meshkujt shqiptar. Dihet tashmë jo vetëm është e dukshme, por edhe sipas studimeve, meshkujt shqiptar vuajnë nga pjesa e mbivendosjes së barkut apo se pjesë e madhe abdominale, çka i shqetëson jo vetëm nga ana shëndetësore, por edhe nga ana estetike, meqense jemi në prag të sezonit turistik. Probleme të tjera të cilat meshkujt kanë shtruar janë kryesisht dieta ushqimore, por edhe mungesa e aktivitetit fizik, çka ka sjell këto pasoja. Megjithatë, bashkë me dietologën tonë do t'japim disa përgjigje të cilat do të rregullojnë në një farë mënyrë dietën ushqimore, pse ato do t'i ndihmojnë ato çka ne kemi përzgjedhur për pyetje. Përshëndetje. Patjetër, jemi këtu për të ndihmuar jo vetëm femrat, së bashku sot është një puntat për meshkujt. Problemet në përgjithësi klientët tuaj në klinik çfarë probleme kanë? Vetëm pjesën e barkut apo nisin një dietë ushqimore edhe për një shëndet më të mirë? Ndoshta është pjesa e parë që ata shikojnë si më problematike, por sigurisht ka edhe probleme të tjera që lidhen me mbivendosjen e peshës më të lartë se peshën normale, por që është një, le të them, një shqetësim që vjen zakonisht mbi moshën e 45 vjeçare, por tashmë shifet me stilin e jetesës të paturit një aktivitet, të paturit një jetë goxha jo të rregullt në ushqyerje, në konsumimin e vakteve dhe një mbi konsumimin të sasisë të ushqimeve, shohim që edhe në mosha 30 vjeçare shfaqen probleme goxha të mëdha, edhe pse është një moshë shumë e re për ta. Kjo është pjesë shqetësuese, ka përshtypjen jo vetëm për pjesën estetike, por edhe pjesën shëndetësore. Ka probleme të tilla, le të themi që përmes një diete është rregulluar dhe një problem i tillë? Jashtëzakonisht shumë, shpeshherë kemi probleme me gjumin, kemi vështirësi në frymarrje, le të themi që janë problematikat e para, që më pas mos harrojmë që neve mbi vendosjen e masës diamore ke zona abdominale kemi lidhur me problemet shëndetësore që kanë të bëjnë me sindromin metabolik, që kanë të bëjnë pra me hipertensionin, hiperlipidemin, që janë yndyrnat e larta në gjak, një prirje në një fazë prodiabeti në këtë rast, dhe shumë shqetësime të tjera që vendosen ose ndikohen drejt për nga vendosja e masës diamore ke zonë abdominale. Po, gjithsesi, Rolina, ne për ta bërë më konkrete këtë bisedë, gazetarja Elda Lame ka marrë pyetjet përmes Elda Lames, do t'i sjellim pyetjet e dy protagonistëve meshkuj që kanë pyetje për dietologen, çfarë i shqetëson ata. Do ta nisim me gazetarin e televizionit Klan Dritan Laci, ka bërë disa pyetje për Rolinën, do t'i ndjekim një pas një, do t'japim dhe përgjigje. Shpresoj që të na ndjek për të marrë përgjigjen e duhur. Shohim pyetjen e parë. Tani përshëndetje, të falenderoj shumë që pranuat, domethënë të bënit pyetje rreth shëndetit, sigurisht duke u shkëputur pak edhe nga impenjimet ditore që juve keni. Cilat janë 3 pyetjet kryesore me të cilat ju i drejtoheni dietologës son për të marrë një përgjigje. Okej, një nga pyetjet që normalisht më shkon dhe si person, ka të bëjë me konsumimin e mishit. Në qenë se jam një person i cili konsumoj shumë mish, po jashtëzakonisht shumë, do doja të dija nga dietologa, nga Rolina në këtë rast, cila është masa e konsumit mishit për një person gjatë ditës, për pasur një shëndet të mirë dhe një trup, le të themi, të tonifikuar. Po, Dritanin e shqetëson konsumimi i mishit. Dieta e tij është kryesisht me mish për ditë, bën mirë apo keq? Në fakt është pyetje me vend, sepse shumica e meshkujve e kanë shumë për zemër mishin dhe mishin e kuq, është edhe pjesë e traditës që konsumohet shumë shpesh mishi i kuq, dhe tashme që kemi një stil jetese shumë ndryshe nga që ka qenë më përpara. Mishi i kuq lidhet me sasi të lartë në përmbajtje yndyre dhe yndyre shtazore, që do të automatikisht më shumë kalori në menun tonë ditor. Nga momenti që neve nuk e konsumojmë këtë do të energji, trupi jonë do e depozitojë në masë diamore. Pra vetëm nga ky fakt, neve do të kemi një kujdes në përmasat ose në frekuentimin, se shpesh brenda javës ne do e konsumojmë atë, sepse do ndikohemi duke marrë më shumë energji të cilën ne nuk do e shpenzojmë. Nga pikpamja tjetër është që mishi i kuq dhe produktet shtazore në këtë rast, të nën produktet të mishit të kuq, që janë salciset që hyjnë përsëri në këtë kategori, do duhet të kemi kujdes edhe mënyrën se si ne do i gatuajmë ato, pasi forma se si ne do i gatuajmë, do i bëj ato ose më të shëndetshme, ose më pak të shëndetshme. Pra mund ta konsumoj, por në formë tjetër gatimi?
prodhojnë disa toksina gjatë procesit të skuqjes në këtë rast, të cilat do ishte mirë të evitohet sa më shumë skuqje dhe preferohet në këtë rast zjerja apo pjekja, temperatura më të ulta, dhe elementi tjetër është që mund të bashkëshoqërohen me erëza të ndryshme të cilat përmbajnë antioksidues apo perimet, të cilat përsëri përmbajnë antioksidues dhe do të ulin ndikimin negativ të produkteve shtazore, të mishit të kuq ose të nën produkteve të tyre. Dhe elementi tjetër është që mishi i kuq për shkak të yndyrës shtazore, por edhe të formës të përpunimit të tij që prodhojnë toksina është lidhur ndjeshëm me sëmundjet e tumorit të stomakut dhe të kolonit, pra të zorës së trashë. Dhe më pas e lidhur gjithashtu dhe me sëmundjet kardiovaskulare që janë yndyrnat e larta në gjak apo prirje për arteriosklerozë. Sa herë në javë do ta konsumoj dritani mishin? Një konsumim i mirë do ishte 1 herë me 2 herë në javë, 2 herë në sasira pak më të vogla, jo gjysmë kile racioni, siç është ndoshta pjesë e traditës shqiptare. Dhe mos harrojmë një diferencim shumë i madh i një kohë më parë me sot është që kullotat, pra bakteria nuk ka të njëjtën stil jetese dhe ai. Pra jo vetëm të njëjtin ushqim, por nuk ekspozohet, nuk është aktive, nuk ka edhe një ekspozim në diell që ndikon jashtëzakonisht shumë te produkti përfundimtar, pra te cilësia e mishit që ne tashmë konsumojmë. Okej, kalojmë tek pyetja e dytë e dritanit. Pyetja e parë ishte për mishin, të shohim pyetjen e dytë. Kam pak bark, sikur në thash edhe në pyetjen e parë, kam përshtypjen që gjithçka vjen nga konsumi i tepërt i mishit. Por në këtë rast pyetja që do t'i bëja dietologës sonë është si mund të kemi një bark të tonifikuar, por edhe duke qenë pak hamës. Okej, bark është pjesa më e madhe e meshkujve shqiptar. Tani mishi ndikon më së shumti tek vënia e barkut? Ndikon tek sasia, por nuk do të thotë që është produkti që ndikon tek shtimi i barkut drejt për drejt. Shtimi i barkut është drejt për drejt i lidhur me formën gjenetike që ka struktura e trupit të çdo kush, por më së miri mund të vëmë bark edhe nga konsumimi i tepërt i ëmbëlsirave apo i brumrave në këtë rast. Meshkujt e kanë gjithmonë më të lehtë për të patur një balancë më të mirë në sasinë e ushqimit që marrin me atë që shpenzojnë pasi kanë shumë muskuj, kështu që me pak lëvizje, me pak aktivitet fizik, ata do arrin të kenë një ekuilibër goxha të mirë si nga ana e shijes dhe si nga ana estetike për të mos e vuajtur mbi vendosjen e masës djamore të zonës e barkut. Me dietë të rrept ushqimore mund të zhduket barku? Sigurisht që, por nuk kemi asnjëherë tek të rreptat të shumë drastike. Mjafton të kemi një regjim, le të themi, të ekuilibruar, duke futur këtu edhe faktorin që njërë në javë do ham diçka më shumë, por nëse ne 5 ditë të javës ose 4 ditë të javës do kemi një aktivitet fizik apo dhe një kujdes, mos mbi konsumojmë ushqim, kemi një mënyrë shumë të mirë për të ekuilibruar. Femrat në këtë rast janë më të ndikuara negativisht sepse nuk kanë shumë djegje, por meshkujt kanë një sasi djegje shumë më të madhe për shkak të masës muskulare dhe zakonisht mbi moshën 30 vjeçare ulet niveli masës muskulare, ndaj dhe shumë shpesh e ndjejnë 35 dhe 40 vjeç bëhet goxha e ndjeshme në trupin e tyre. Mjafton të kenë një aktivitet fizik 2 me 3 herë në javë dhe do shohin që do ruajnë këtë ndryshimin që ndodh në trupin e tyre pas 30-tave. Pra, ideja është që edhe të konsumoj produktet që dritani i preferon, duke paksuar, meqense është, si thuash, konsumues i rregullt i mishit, por edhe duke ndërthurur këtë me një aktivitet fizik që duhet të jetë sigurisht i përditshëm. Çfarë e shqetëson tjetër, e shohim përmes pyetjes së tretë. Cilin frut konsumoni më shumë gjatë ditës? Fruti për shkakun që mua më pëlqen më shumë dhe që janë kryesisht kultura e agrumeve. Për shkak portokalli mua më pëlqen jashtë masa dhe e përdor shumë gjatë dimrit dhe mendoj domosdoshmë që ka dhënë efekte edhe për sa i përket le të themi një lloj antikorpi për sa i përket gjendjes gripale. Pyetja që duhet i bëj dietologës Rolina është sa shpesh duhet i konsumojmë frutat dhe a ka ndonjë efekt le të themi anësor konsumimi i tepërt i tyre në shëndet. I ka fjalën ndoshta për sheqernat që mund të kenë frutat, apo jo? Sigurisht, sasia ndikon. Mos harrojmë që te frutat përmbajnë sheqer, por për sa i përket portokallit, do ishte gjithmonë më mirë që ne ta konsumojmë si kokër të plotë sesa vetëm si lëng, pasi në këtë rast ne përfitojmë më shumë nga vlerat ushqimore të
të portokallë dhe në përgjithësi të agrume dhe të çdo fruti, konsumimi i tepërt vjen më kollaj nga konsumimi i lëngjeve, pasi ne mund të shtrydhim 3 portokallë është thjesht një gotë lëng, por do marrin kalorazhin e 3 portokallëve automatikisht. Por mos harrojmë që ka benefite, përmbajnë goxha antioksidues që bëjnë kryesisht pjesë në flavonoidet, që janë goxha të lidhura me shëndetin kardiovaskular dhe me mbrojtjen e arteriosklerozës, pra ngurtësimin e artereve, ndihmojnë jashtëzakonisht shumë edhe për të mbajtur një imunitet më të mirë sigurisht gjatë stinës të dimrit, por masa nuk do të thotë që do duhet të abuzohet, pasi teprisa do të depozitohet në masë djamore. E kuptoj. Por, Rolina, faleminderit deri tani, kemi 3 pyetje të tjera që na vijnë nga gazetari News 24 Bledian Koka, ja çfarë shqetëson atë. Pyetja sigurisht kësaj here është për dietologën, unë kam 3 të tilla. Pyetja e parë është se çfarë më këshillon për një lloj diete që unë po bëj vetë paktën, duke parë që nuk kam mundësi shumë të mëdha lëvizje, pra të kem një lloj kinetizmi në trupin tim për të dhënë një lloj tonifikimi, le ta quajmë kështu. Unë kam ndërmarrë një lloj diete timen duke reduktuar ushqimin. Tash unë po ta them, e di që do marr kritika, por gjithsesi për momentin konsumoj vetëm një vakt në ditë. Praktikisht dhe ndonjë ndërhyrje të vogël kryesisht para orës 7 të mbrëmjes, por përgjithsisht prirem të jem vetëm një vakt në ditë. Jo, një herë në ditë? Një vakt në ditë? Unë të duhet të shënojmë sa ditë do rezistoj ta mbaj herë në ditë. Po, kam përshtypjen se ka kohë që e praktikon. Është një vakt në ditë, është i rrezikshëm, i dëmshëm, të ndihmon, çfarë të shkatron? Sigurisht trupi ka gjithmonë një qëllim, të mbijetojë në çdo kurs që ne do i ofrojmë, ose jo më saktë ne, por në ambientin që ne jetojmë. Një vakt në ditë, problemi është që shpeshherë brenda këtij një vakti ne mund të konsumojmë dhe të gjitha nevojat tona kalorike, kjo varet nga çdo kënd, dhe elementi tjetër është Po jemi të prirur në fakt të konsumojmë më shumë se sa mund të konsumojmë në vakte të pakta dhe të shpeshta, sepse në një vakt në ditë ju e thatë që kemi shumë uri për jo gjithmonë. Një femër ka më të lehtë për ta kapërcyer pragun e sasisë totale në ditë, ndërkohë meshkujt, nga që ka një sasi të madhe kalorike ushqimore, mund edhe mos e kalojmë, por gjithmonë varet nga përzgjedhja e ushqimeve që do konsumojmë brenda këtij një vakti, sepse nëse në këtë vakt ne do kemi djath, mish, ëmbëlsira, pilaf, makarona, produkte të cilat nuk përmbajnë shumë fibra, aty edhe përmbajnë shumë yndyrë, më së miri mund të kapërcet dhe sasia kalorike ditore. Nëse në atë vakt ne do të kemi perime, fruta që përmbajnë fibra, drithra integrale, bukë të zezë që do na japin një ngopje shumë më të shpejtë, kemi probabilitet për të marrë më pak kalori, por gjithmonë ideja është që neve në këtë lloj ndryshimi nuk kemi prap kontroll në sasinë e mënyrës se si ne ushqehemi, prap nuk edukojmë veten tonë të ham pak edhe shpesh, ose të mjaftojmë me një sasi ushqime, para si trupi kalon në ekstremitete urie shumë të madhe apo urie shumë të vogël, dhe kur nuk shikojmë dhe shumë ndryshime në peshë, ndoshta fillon edhe u mbet motivimi më pas. Problemi nuk është për të hequr 4-5 kilet e para. Problemi është për të zgjidhur një problem ku ne kemi disa kile mbi peshë dhe më pas të gjejmë edhe një skenar për të mirëmbajtur atë peshën që duhet të mbajmë. Po për rezistencën e trupit është një gjetje se gjithë ditën stomaku nuk punon. Stomaku mundohet të ambientohet, pra nëse në përshtatet me një orar. Sigurisht, nëse në fillim ai sekretonte aciditetin e dur për të pritur vaktin e mëngjesit, ai me kalimin e kohës për të mbrojtur vetëm mukozën e tij, do të paksojë aciditetin që ai prodhon. Dhe çdo organ e trupit do mundohet të përshtatet në atë lloj regjimi, pavarësisht se mund të mos jetë ideale për të, me një kosto në afat kohor të gjatë që do kemi. Po i dëmshëm është? Sigurisht, është i dëmshëm pasi do bëjë që trupi jon të prodhojë më shumë kortizol dhe adrenalin, që janë dy hormonet të stresit që themi, që lidhen më pas edhe me mbivendosjen e djamit të zonë abdominale edhe më shumë. Elementi tjetër që është i rëndësishëm për të përmendur është që neve kur konsumojmë vakte të shpeshta dhe më nga pak, neve vëmë në lëvizje trupin që në mëngjes. Pra trupi jon nuk mendon se ka mungesë energjie dhe kurse minimizon djegjet e tija, por kryen çdo lloj veprimtarie të saj në aktivitetin fizik me sasinë kalorike që ka nevojë. Limiti i vendosur nga bleti deri në orën 7 për konsumimin ditor është i mjaftueshëm, pra ora 7, siç ju thuhet, mbyllet, le të themi. Nuk është diçka që mund të themi është e lidhur drejt për drejt. Sigurisht që në darkë kemi një prirje që ushqimi që do të konsumojmë të ketë në thonjza një prirje për të vendosur në djamë më lehtësisht, por kjo lidhet me faktorin që ndoshta edhe në darkë ne jemi më të shprehur dhe konsumojmë dhe më shumë se ç'duhet ushqim, sepse nuk jemi të angazhuar me diçka tjetër dhe ushqimi merr dhe një sens më shumë emocional se sa thjesht
nevoje fizike në trupin tonë. Sa vakte duhet i bëj? Me qënë se pyet duhet i shtoj vakte? Minimumin 3 vakte kryesore, që bëhet fjalë për mëngjesin, drekën dhe darkën, të cilat do duhet të kenë një distancë kohore diku ke 6 orë. 6 orë. Dhe nëse ne duam të bijem në peshë, janë të domosdoshme të futen të 2 mesvakte, të cilat s'është e thënë që duhet të jetë diçka e ngrëndshme, por mund të jetë edhe diçka që ne mund ta konsumojmë si lëng. Do ta shohim shqetësimin e dytë të Bledit. Çfarë duhet të bëj unë që të kem ndërhyrje ose të kem rënje reduktim të peshës, të paktën edhe për 5 kg brenda një muaji? Pra çfarë më këshillohet? Duhet mbaj këtë lloj ritmi që kam në konsumimin e ushqimeve, apo duhet të kem një shtrirje të vakteve dhe reduktim të vakte, por një shtrirje të numrit të tyre përgjatë ditëve? Për shembull, ka disa që më sugjerojnë që të kem 5 vakte të vogla përgjatë gjithë ditës. Çfarë duhet të bëj Bledi që të bjerë 5 kg për një muaj, se përbëhet gati edhe për plazhin, ka përshtypje. 5 kg një muaj është një shifër e realizueshme, nuk është absurde, ndoshta e kanë ndjer diferencën duke ulur sasinë e ushqimit, duke konsumuar vetëm një herë në ditë një lloj çfryrje që themi gjithmonë në fillim, që janë ato sasia e lëngjeve të tepërta që mund të ketë trupi, ose vetë dhe masa e ushqimit që ne konsumojmë. Por për të humbur më pas diku ke 5 kg në peshën tonë, e cila kryesisht duhet të jetë në dhjam, jo thjesht në lëngje, të cilat rikthehen lehtësisht, mjafton të vendosim një regjim ushqimor diku ke 30 me 40% më pak të energjisë që ne shpenzojmë, dhe e cila më pas, me pak aktivitet fizike shoqëruar që të ndihmoj gjithmonë masën e dhjamit të ulët dhe jo masa muskulare, do të ishte ideale. Me çfarë duhet të ushqehet në përgjithësi? Bëj një dietë me një menu ditore. Një menu ditore do ishte në mëngjes duke filluar minimumin me një Facebook, kjo mund të bëhet edhe një tost në mëngjes, në varësi se si është ai mësuar të nis ditën e tij, me një mëngjes më të plot apo pak më të lehtë sigurisht në fillim, e shoqëruar me një vezë të zgjerë, ndoshta edhe pak djathë ose një gotë qumësht. Në mes ditë, le të themi, mund të konsumojmë një frut. Në distancën 6 orësh, si kundër e tha? Një frut para dreke dhe më pas vakti drekës, i cili mund të përbëj shumë mirë një racion mish, pul apo peshk, diku ke 150 gram me 200, peshku mund të jetë edhe 300 i pa gatuar, si që është një levrek ose një koc mesatar, një racion salat të bollshme, të preferencës tonë me perime të pjekura, të zjera apo të freskta, ose dhe një supë, dhe 1 me 2 feta bukë për vaktin e drekës. Dhe më pas, 6 orë pas konsumimit të drekës, do jetë vakti i darkës, ndërkohë ndërmjet mund të konsumojmë dhe për shembull një shishe dall, ose një kup kos ose një frut përsëri. Darka mund të jetë përsëri një salat me ton, gjithmonë baza është tek perimet, në mënyrë që ne vetë ndihemi dhe më lehtësisht të plotë dhe të ngopur. Mund të jenë prapë perimet të pjekura si sallatë, shoqëruar me pak djathë dhe një fet bukë, ose mund të jetë dhe një omlet, nëse nuk do ham mëngjes vezën. Gjithçka lidhet me sasinë që do të konsumohet. Sigurisht, me sasinë edhe kombinimet. Mund të haj bollëk, ushqime të ndryshme, të ndërthura kryesisht me perimet, por e rëndësishme është sasia për të mbajtur peshën dhe për të rënë. Dhe sekreti është të jemi mos jemi asnjëherë shumë të uritur dhe asnjëherë të mbingopur. Pra nuk duhet që të mbingopemi. Në fakt është për të gjithë se ndihesh edhe si më e lodhur kur ha shumë, them sikur. Kur jemi shumë të uritur, zakonisht jemi më nervoz, nuk përqendrohemi dot. Kur jemi shumë të ngopur, plagështohemi, ulet përsëri niveli i energjisë tonë dhe ulet dhe kthjellësia. Është vërtet. Mirë, shohim dhe dëgjojmë pyetjen e tretë të Bledit. Dhe pyetja e tretë që kam për dietologën është se cila është këshilla që do m'japi mua personalisht me një peshë diku ke 98 kg, një gjatësi për 1,78, se cila do të jetë kombinimi ideal i një ushqimi të mirë, të vazhdueshëm dhe për një fat gjatë, e cila edhe nuk më shëndosh, por edhe më ndihmon që të kem një peshë ideale. Faleminderit dhe emision të mbar. Faleminderit Bledi. 98 kg, 1,78 cm. Atë gjithmonë mund ta shohim duke bërë një përllogaritje shumë të thjeshtë në shtëpi. Pesha jonë pjesëtuar në gjatësinë tonë në 4 orë, e ngritur në 4 orë. Pra, të gjithë kemi një telefon, është shumë e thjeshtë. Ishim pra pesha, po, që ishim 1
Gjatësia ishte një Gjatësia. e 78? 1,78, shumë Dhe zim, kilogrami? me 1,78 për sëri, ta bëjmë gjithmonë, është 3,16. 98 ishte kilogrami? 98, pjesëtim për 3,16, i thonë që jemi 31. Ky numri që do na dalë pas pjesëtimit që do të bëjmë, do thotë që brenda parametrave 18,5 me 25 është ajo që ne dëshirojmë për të patur si raport peshës dhe gjatësisë, dhe na kategorizohen ke pesha më se normale dhe që shëndeti jonë nuk Sa mbi peshë? rrezikohet. Sa është mbi peshë i bie? Do të thënë, 25 me 30 konsiderojmë ke zona e mbi peshës që do duhet kemi. Kujdes, ne jemi të 31, që do të thotë jemi sa po kemi kaluar ke zona e rrezikshme për shëndetin tonë. Dhe pesha ideale në këtë rast do ishte duke parë thjesht 25 shumëzim me 3,16 që pam ishte pesha gjatësia në katror, del që diku ke 79 me 80 kg do ishte pesha Diku te 80 normale. kilogramsh, Te 80 kg. Gjithmonë çdo kush e ka shumë të Pra që lehtë 18 mbi. 18 kg mbi. Por qëllimi nuk është gjithmonë të shkojmë ke perfekte. Ke Qëllimi perfekte, po është t'ishte të një shkojmë në një mesatare. peshë në të cilën nuk do rrezikojmë nga ana jonë e shëndetit, ta kemi në një formë parandalimi kur kalojnë vite dhe bëhet më vështirë kjo rënje dhe akumulimi i masës diamore ke zona abdominale edhe më e madhe, por të kemi dhe një skenar gjithmonë në mendjen tonë që peshën që do shkojmë, qoftë nuk do shkojmë dot të 80, por do shkojmë te 85, të mundemi ta mbajmë për një kohë më të gjatë. Për Pra trupin diku tonë 8-9 kg që mund të bjerë në peshë, është diku tek pesha mesatare, jo ideale, me qënë se është raporti në që në fakt. 25, na në zumë me 25 është 80 kg. Pra edhe njerë, nëse duam të llogaritim këtë raport, do të shmëzojmë 2 herë gjatësin, ose gjatësia jo në katror, katror dhe këtë më pas Rezultati që del? pjestojmë me gjatësin tonë. me peshën tonë. Pra pesha pjestohet për numrin që del pasi në ngrem në katror gjatësin. Po. Ajo shifër tregon? Tregon në qoftë se është brenda 18,5 me 25 jemi në një peshë më se normale dhe në që pesha që kemi nuk ndikon në shëndetin tonë. 25 me 30 jemi ke zona e mbi peshës që të duhet të kujdesemi dhe mbi 30 do të thotë që kemi mbi vendosje të masës diamore që rrezikohet që lidhet me probleme patologjike. E kuptoj. Këto ishin përmasat dhe përgjigja e pyetjes për Bledin. Tani, kemi folur erën e kaluar, Rolina, me qënë se kemi prekur pjesën abdominale, kemi folur për barkun, fryrje, kur sjell probleme, si për femrat edhe për meshkujt, me qënë se jemi tek përmasat, cila do të ishte përmasa ideale pjesës abdominale tek meshkujt dhe si u ta llogarisin ata? Me 1 metër të thjesht, 2 gishta mbi kërthizën tonë, që të kemi të njëjtën pozicion matje her pas here, duhet të jetë nën 90 cm. Nën 90 cm për meshkujt. Për femrat sa ishte? Nën 80. Nën 80. Pra, pasi Bledi të filloj të bjerë kilogramët që ka ndërmend, mund të bëj dhe këtë matje për pjesën abdominale dhe si çdo le të themi interesuar tjetër për të kuptuar se sa shpejt dhe si është efikas apo jo dieta ushqimore dhe regjimi që ai mban. Faleminderit shumë për këshillat. Shumë të vlefshme për të gjithë njerëzit që na ndjekin për të patur një shëndet të mirë për organizmin tuaj. Faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit për pyetjet edhe Dritanit edhe Bledianit. Shihemi nesër bashkë, mirupafshim.